Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka ngritur padi në Gjykatën Europiane për të drejtat e njeriut ndaj Shqipërisë, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij dhe të partneres të tij Riola Hoxha gjatë kontrolleve të ushtruara nga autoritetet në mars të vitit 2023. Sipas dokumenteve zyrtare, kërkesa e Ahmetajt është depozituar më 8 maj 2024 dhe është komunikuar qeverisë shqiptare më 6 tetor 2025, çka tregon se Strasburgu e ka pranuar për shqyrtim paraprak dhe i ka kërkuar palëve të paraqesin argumentet dhe provat përkatëse. Në qendër të padisë qëndron kontrolli i banesës së përbashkët të Ahmetajt me Hoxhën, si edhe kontrolli fizik dhe i celularit të saj, të cilat sipas ankuesve janë kryer në shkeljet ligjit dhe të imunitetit parlamentar që Ahmetaj gëzonte në atë kohë si deputet. Ahmetaj pretendon se ky veprim i gjykatës së posaçme ishte i paligjshëm pasi duhet kishte autorizim paraprak nga Kuvendi, siç parashikon neni 73.2 i Kushtetutës për procedimet ndaj deputetëve. Përveç kësaj, ai dhe partnerja e tij pretendojnë se nuk kishin asnjë mjet efektiv ligjor për të kundërshtuar vendimin dhe mënyrën e kryerjes së kontrolleve, duke akuzuar shtetin shqiptar për shkelje të nenit 8 e drejta për respektimin e jetës private dhe banesës, dhe nenit 13 e drejta për mjet efektiv juridik të Konventës Europiane. Gjykata e Strasburgut i ka drejtuar qeverisë shqiptare disa pyetje kyçe duke kërkuar të sqarojë nëse kontrolli i banesës është bërë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin. Ekzistonin mjete procedurale për të sfiduar urdhrin e kontrollit dhe sekuestrimin e sendeve. Vendimi 8 marsit 2023 ishte i ankueshëm në një gjykatë më të lartë. Qeveria shqiptare pritet të dorëzojë argumentet dhe jurisprudencën përkatëse në muajt në vijim. Vendimi përfundimtar i Strasburgut mund të ketë efekt të rëndësishëm në interpretimin e imunitetit të deputetëve dhe në praktikat e SPAK-ut e GKK-s gjatë hetimeve ndaj zyrtarëve të lartë. Aktualisht Arben Ahmetaj ndodhet jashtë vendit dhe është në kërkim ndërkombëtar për çështje korrupsioni, ndërsa kjo padi shihet si përpjekje për të fituar terren ligjor dhe moral në arenën ndërkombëtare.